Allah të rinë. Ha? Jo, besh fakt, shka në për? Senat pak. Sëno? Rinjet pak senati janë pëngjet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Para prakisht për e lembroj se nesër do të kemi misafir hoxhën e ndërum Lokman Efendin, imamin dhe hatibin e xhamisë Allah Hoxhës. Ta kemi misafir këtu në mesin tonë mas namazit drekës. Ashtë si e kemi zana çdo javë me thirr ka një misafir, aje pat dvjen qtunën, po çështë telefonin së nbishmi kontakt me ta, e prom u morën vesh që thot nesër tjetë misafir i joni këtu zbashku me ne. Vazhdo me jetën e Jusufit alayhi salam, kurse të ejnëtën do ta kemi dersin e zeqatit. Do ta kemi dersin e zeqatit dhe sadakatul fitrit. Shkurtimisht, atë sa do të mundemi që ta tregojmë këtë mesele, kush ka pyetje rreth zeqatit, se zeqati si mesele është mesele që rrallë në avesin xhamati, edhe ne hoxhallarët ka her pas her mesele të cilat nuk i dim, nuk na kujton aty për atë. Po shmirë nesër mi bo hazër pyetjet e zeqatit. Me milon që këto, e unë e mi këshirë, ndërkohë a i di krejt as i di, se edhe unë nuk e di këtë fejnë, ka mesele të cilat nuk i di, ka mesele të cilat i kam haru, ka mesele të cilat duhet mi përsërit. E një pjesë timve edhe e di. Kështu që nesër, mundësish, çdo kush në ta shkryje pyetjen e vet, në të malen këtu, pyetjet edhe të zeqatit, që mas nesër të kur takimi dersin e zeqatit, ti kena unë të gatshme pyetjet, edhe në bazë pyetjeve ta përgatitje edhe dersin. Se meselet e zeqatit janë të shumta, a vakti është i caktuar. Në vjetë kemi shpjegu meselet e zeqatit në xhami, por megjithatë ka xhamatit të cilët vitin e kaluar janë ka meselet të cilët kanë mbet noksan ndoshta pa u shpjegu, ka meselet të cilët ndoshta unë s'kam mujt mu përgjigjë në matë, kështu që si vjetë do të mundohemi me plotësu atë që kam mbet vitin e kaluar, ta ndëgjën meselen ato të cilët se kam dëgju vitin e kaluar, dhe nejse do të të mundësish bajni gati pyetjet. Allahu Azza wa Jall, mas gjitha këtyre sprovave Jusufit alayhis salam që ja dha, masi që shpëtoi nga fitnia e grave, masi që dol prej burgut, Allahu Azza wa Jall thot për Jusufin alayhis salam: "Wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha, nusibu bi rahmatihi man nasha. Yusibu bi rahmatina man nasha." Dhe Allahu Azza wa Jall thot, dhe pas kësaj Jusufit i dham post, i dham pushtet, ja dham zakonin në dorë. Edhe ja banëm të mundshme që të lëvizë ka do të Jusufi alayhis salam. Të shkon ka don, edhe ai gjikon aty ku është. E gjithë kjo është si shpërblim ndaj sabrit të Jusufit alayhis salam. Sa ai i përballoi gjitha sfidat dhe problemet që i pat, ju dul karshia timve, dhe Allahu Azza wa Jall si shpërblim i dha pushtet në tokë. I dha pushtet në tokë dhe ja boni që ai gjikon mesin e njerëzve. Ja mundsoi që gjikon me një vend, me një tokë ku mbreti ishte jo musliman. Që ja mundsoi që gjikon me drejtsinë e Zotit me një vend ku kishte pa drejtësi. Si shpërblimi i sabrit dhe durimit të madh që i kishte Jusufi alayhis salam. Nusibu bi rahmatina man nasha. Dhe thot na e mëshirojmë me mëshirën tonë kam dojmë na. Dhe thot, kjo e mirë e Zotit që i erdhi Jusufit alayhis salam ishte rahmet prej Allahut. Jo si Jusufi vetë meritoi. Se sipas ligjeve, sipas rregullave
njëri mas gjitha këtinve sprovave, me gjithë burgimit, të lasheve, fitneve që i pat, njëri largohet dhe njerëzit fillojnë me dyshu të aj. Veç të na kjo ndodh. Njëri del në televizor se ka vjedh, del në televizor se ka bo hile, del në televizor se ka bo malverzime, na mas 4 vjetëve apet e votojmë. Veç të na kjo është. Del në televizor se ka mit vlazët e vetë, del në televizor se ka bo shpionlëk, del në televizor se ka bo 100 zeza, ka vjedh, atë ketë, kur të vere vaktë na apet e bëjnë atë glavni të na. Teraj. Dhe Allahu Azza wa Jall, Jusufin a.s. e ka shpëtu nga gjitha këto telashe. Natyrisht se Jusufi a.s. dallime ose ishte i pastër, a s'kishte bo kësi gabime. Allahu Azza wa Jall e kishte mbrojt para prakisht, dhe Allahu në fond atë e shpërblej që e boni mundësish ma ka dal agagji, na pengojni brenda në xhami muhabet. Dhe muslimant batarijat ma shpejt në të gjendë dikush. A ti se datë? Më nga të kam shtyra. Të shifonjeri më e zinit, ma shpejt dikush një 2 batarijat, që kësin e time. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend se Jusufit i ka dhonë pushtet. Dhe ja mundsoj që të lëviz ka donë si donë. Shkaku se aj u tregu i durimshëm dhe sabërlin nga gjitha këtinve sprovave dhe të lasheve që i pat. Dhe mas gjithë kësaj, Allahu Azza wa Jall përmend dhe thot: "Wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Edhe mas gjithë kësaj, të Jusufi erdhën vllazërit e Jusufit a.s. Erdhën edhe hinën të Jusufi a.s. Pse? Se kur ndodhi telasha, kur ndodhi thatësia, kur ndodhi kriza ekonomike, na falni për problemin teknik. Masi që ndodhe gjithë kjo telash, Jusufi a.s. u caktu nga mbrejti ati vendit që të bëhet përgjegjës ministri i ekonomisë. U bëhu përgjegjës i ekonomisë të gjithë Egjiptit, Mesrit, të ati zamani. Dhe çdo kush që të ke bereqet, u dashke do të të mu drejtu të Jusufi a.s. që të merë nga hisja e bereqetit të tokës, sikur se që është gruni, kalamoqi dhe bereqet të tjera. Kurse vllazët e Jusufit a.s. nuk jetojshin në Egjipt. Nuk jetojshin në Egjipt. Jetojshin në tjetër vend. Dhe ata, kur erdhen në Egjipt për me kërku nga përgjegjësi do të bereqet, hinën natyrisht të Jusufi a.s. të ministri i ekonomisë, që nga ajtë kërkojnë grun, kalamoq dhe nevojat që i kanë pas. Dhe Allah Azza wa Jall thot, dhe ata kur hinën të Jusufi i njofti ata. Edhe pse si kishte pa me vitet e tëra. Mas shumë viteve takimi i parë mes Jusufit a.s. dhe vllaznive drejt. A ma shiqosi opozita, haki e drejta, çka të ban? Pozita ishte se Jusufi a.s. që tash është ministër, e këta ka nërë si fukara me lip ndim nga ministri. Që që të njoja rotull. I ki bo pa drejtësi vllajt tant, ama ja pa drejtësi e ka ngrit e ka bo alë matë madhë vllavin tant. I ki hinë dërhak, e Allahu me drejtësin e ti e ka nxerat në selamet. Ja ke marë madhin me të pa drejt, Allah i ka dhonë 100 fish ma shumë. Vlla me vlla, për një none, për një babe. Që du me dhonë se ti sa të dush me koni kjetë, sa të dush me mundu me i bo zullum vllavit tant, Allahu Azza wa Jall, nëse ajo është i drejt dhe i mirë, ka me nxerë në selamet. Edhe pse selamet e paseri vanot, ndonjëherë Allahu Azza wa Jall e mundson që ai burr, ai vlla dalë në selamet, në dorën e gjen vetë, i çon e vlat Khairli,
që babën e vetë e bëjmë pash. E gradon, e ngrit atë musliman të cilët i është bë pa drejtësi me anë të e vlat vetë. Si që ndodhë, vlla me vlla, njoni e merr ketë çiflikin, ketë katunin, ketë mallin, ketë tjetërin e qesin njash me qira. Hajde, Allah ose gjele ngritat, i qënë e vlat të kajt, aj bot milioner, këto jesin të e shpia me qërpiq. A është qështu? Qështu është. Qështu është. Se ti kur kujtë së nja jep riskin, kur kujtë së nja merë riskin. Këtë du me va thonë vlaznive. Këtë du me thonë vlaznive, jo prej fejsp, që janë pejnone e pejbabe. Se riskin së nja jep të vlavitant, e asë së nja merë. Rabbul Alemini është ai cili jep rrezik dhe merr rrezik. Edhe kërka së në vrat, asë së njep leje, së njep jetë, pa lejnë Allahut Azza wa Jall. As kujt. Sa dush kia i natë, sa dush gjelozoje, ti asë së njep jetë, asë së në merr jetë. Këtë mësojmë nga tregimi Jusufit a.s. Shiqoni, mas shumë viteve, mas shumë telasheve, ata vinë si fukara, që ishin 11, që rritën në shpinë e vetë, e këtë që e përzunën, që dashtën me vra, që dashtën me mytë dhe me zhdu, ka thënë Azza wa Jall ngrite e boni ministër udhëheqës, ama ma shumë të lasheve, ama e vërtejta haki dhe në mejdan, kështu thëjmë pleqët e tonë. E atë fjale ka marrë nga shumë tregime, nga shumë ajete, nga shumë hadise të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju lumë të pleqëve tonë, që na kanë lënë trashëgimi fjalë të urta, popullore, që rrjedhin nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mira e drejta dhe në kur s'hup, edhe një mes s'hup kur. Edhe e mira dhe e drejta Jusufit a.s. dullë në mejdan, kur vllazët e vetë erdhen si fukara, ama qka Jusufi i njofte ata nuk e njefshin Jusufin. Nuk e njefshin Jusufin a.s. Dhe Allah Azza wa Jall tregon dhe thot, وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Thot Allahu Azza wa Jall, masi që Jusufi atinve ju dha grun, ju dha kallamat, çka kishin nevojë, dhe plotësoi nevojat që i kishin, natyrisht me drejtësi. Se Jusufi a.s. me kishte për detyrë, siç përmendin komentatorët e Kuranit, që çdo familjes të jep atë sa i nevojitet në bazë antarëve të familjes. Dhe çdo kujt i jep atë sa kishte nevojë. Dhe e boni ashtu sistemin e shtetit që asnjë vend mos jej se pa marr kur gjë. Jo mi dhon krye qytetit e Egjiptit e ata që janë onash në për fshatra, në për shkretina atyve mos ju jep. Ja, ketëve va boni barabar. Nuk i dha as kujt me të njofshëm, ma shumë me as ma pak. Çdo kujt i dha atë sa meritoj ke. Edhe vllazëve mes ju dha atë sa kanë nevojë, atë sa e meritojnë, me atë e nisi me bu muhabet. Ata i thanë, po, na jemi konën 12 vllazni, e njoni na ka vdek, e kina edhe një vlla ma të vogël, e ka emrin Bunjamin, e anisën me kallzu ato për preardhën e vete, se baba e vetë, se e ka emrin sen, e Jusufi a.s. tha, jo e patë se une jam i drejt, e patë se une vadha shakin e juve, nëse dojni me marë bereqet në matë, e kini një kusht. Kushti është që kur të vini në matë, të ma bini me vete, atë vllajën e juve atë sugarin, atë voglin, Bunjaminin. Me veti të ma bini Bunjaminin. Edhe këtu përmendet e emri Bunjamin, që është ndalume me fe, me angjit e vladët e emrin Benjamin. Sese me Benjamin, me e përdorin jahudit. Sa është edhe emri atinve, emri përbashkët. Veshte na musliman të Bunjamin ose Binjamin. Me bu apo bi. Kurse me be e ka ndalu ulemoja që me ngjit emrin Benjamin. Që të mos përngjasomi me fe tjera. Ata e kanë me e, na e kimi me u apo i. Sikur që ata si janë gjesin e vladët dhe me u, sepse zban, edhe na zban me angjit me e, sepse nuk ban të feja jonë. Të kemi kujdes në ngjitjen e emrave të vladët e tonë. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend tregimin, thot nëse s'ma bini Bunjaminin me veti, fela e kejle lekum. Thot juve nuk vë jap në mod harç. Në mod për ju nuk ka harç nëse se bini me vete,
Bunjaminin. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ka thonë, o Jusuf, kina më mundu me bind babët tonë, Jakubin, edhe ta di se kina me arrit këtë, wa inna lafa'ilun. Pse? Sepse ata e kanë provu njerë hilen me Jusufin, edhe kanë bind babën e vetë, kanë thonë, na apet e bind, mi se jemi dhejt. Ashtu si e mashtruan babën për me amar Jusufin, qashtu i ka thonë kina me mashtru babën për me amar Bunjaminin shtash. Ishin të bindur se 10 karshi një babë e mundin babën, ja bëjnë hilen. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Edhe Jusufi a.s. I thot, ebvani bereqetin malin këtë qka e kanë, edhe qka, kthevani edhe pagisi me cilën e kanë bo. Kthevani, dhe thot edhe malin e vetë që i kanë pas. E thot që në mot të vinë. Që në mot të vinë apet, kthejnë apet. Thot Jusufi a.s. mi merë se bepët që mi mashtru ato që të vinë vitin arshëm së bashkë me Bunjaminin për të mirën e atimve. Që do me thonë dë njerë lejot me bo hile pak për të mirën e dikujt. Për të mirën e një familjes për t'i bo bashkë. Sa e dike se baba i vetë është bashkë, edhe dike se babës vetë është duke i plasë zemra, që se ka në mesin e vetë Jusufin a.s. Që se ka në gatë Jusufin a.s. Derisa përmendin ulemaja se Jakubit a.s. nga mërzia e madhe për Jusufin, nga të kajtëmi të mdhaj, e shumët, ju pa të hu pamja Jakubit a.s. Nga dashuria e madhe që kish pas, ndaj Jusufit a.s. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخاه نكتل وإنا له لحافظون. Ka thonë baba jon, për vitin e ardhshëm ministri i ekonomisë nuk na jep neve harç. Nëse ti nuk e shton me neve vllajin ton, thot na e lëshon neve Jusufin, sepse na me të vërtet kena me rujt Jusufin si sytë e ballit. Më falni, do të arrujnë Bunjaminin si sytë e ballit. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhikum min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ka thonë si të vajapu në Jusufin, si të vajapu në Bunjaminin, si ka mundësi me vadhon Bunjaminin që ashtu si vadhash Jusufin. Do të po kam shive shtash me vadhon juve Bunjaminin, sepse u djega njerë me Jusufin. E do si do qoftë me si kështu është puna, qoftë në mbrojtjen e Zotit, sepse Allahu din të mbron në robërit e vetë më së miri. Do të lëshoj pe Jakubi a.s. Ama çka i tha? ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Kur e kanë pasë malli e tyre është kthi dhe e kanë pru harxhin e Jusufit së bashku me mallin e vet, i kanë thonë babës vet që çose sa mirë u bë puna që shkum na e të shtarujmë këtë që ta ushqim familjen tonë, e të kemi na edhe rezerva, e të shkojmë edhe njerë në motë së bashku me Bunjaminin se bëhet alo ma mirë për neve. Se bëhet alo ma bereqet për neve. Dhe që tash, ata binë në kurthën dhe grackën e Jusufit a.s. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allahi lata'tunnani bih illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu waqil. I thot Jakubi a.s. djemve vet, thot këshirne, une nuk kam e vadhon juve Bunjaminin me vete deri sa të mipni juve besën dhe fjallën. Fjallë me betim në Allah Azza wa Jall. Me të cilën fjallë kime më dhonë se ju kini me rujtë si si të balet Bunjaminin. Thot për vetë se nëse vjen dhe një kader i Zotit, vaban me dije se na jemi njerës dhe se na kina mundësi me dhonë besën dhe fjallën, ama kaderi Allahut është mbi fjallën tonë dhe mbi besën tonë. Me rëndësio na
mi marrë se vepët që me çu në vend besën dhe fjalën të cilën na e kemi dhënë. Edhe këtu ta kemi parasysh që të kemi tolerancë kur dikush na jep një fjalë apo besë dhe i bën vaki diçka. Na jep fjalën se ka më na kthini dhe borxhin filan datën. Që i bën vaki Allah mos e boft, i vdes dikush. I smut një evlat, i prishet keri, i kallat shtëpia, e i ndodh të lashe, dunjoje. Nuk ka ti me e bo rezil, me thonë ti qfar buri, qfar bese, kur ta dish, po foli kur e din se i ka ndodh ti të lashe, është se ta kthej borxhin. Apo, ta ka dhonë fjallën për diçka, dhe se ne ka realizu, u ka dash ajti me të dhonë. Dhe ati i ka ndodh diçka, dhe se ne realizon fjallën, mëse e merë në përkon ftiren, më të shirë me shkel njënë pëse e kizon ngusht, a i me të vërtet e ka thi fjallën e vetë, a ma ka arsye. Për këtë çak Jakubi a.s. i thot djemë vetë, illa en ju hata bikum, për vetë se, nëse dikush juve dhe ju fiton, vjen dhe ju fiton, dhe ju zhduk, me caktim të Allahut, atëherë thot tamam, keni arsye pse ma keni thi fjallën. Të kemi kujdes që të kemi tolerancë në këta, edhe kur është pyetje jeta, edhe kur është pyetje siguria, edhe kur është pyetje edhe shëndeti. Na të mësome që t'i tolerojmë njerëzit kur ata me arsye gabojnë ndaj nesh. Për këtë çak Jakubi a.s. kalon për jashtim për vetë se ka thonë, nëse ju ban vaki juve dikush që me ju fitu. Thot edhe kur ja dhan besën dhe fjallën Jakubit a.s. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Allahu azza wa jall e tregoi tregimin të cilën na jemi duke e thonë shtash dhe është përmend të umetet të narodet që kanë qenë para nesh. Tregimi i Jusufit a.s. jo rastisht është tregim që njihet edhe të fe tjera, njihet edhe të krishterët, njihet edhe të jahudit. Është tregim i njohur që e përmend njerëzimin, sepse ka në ta shembuj dhe i brejtë të shumta të cilët duhet, nga të cilët gjithë njerëzimet, gjithë umetet para nesh kanë marrë mësim dhe duhet marrë edhe na umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur vin masi që Jakubi a.s. me lëshon Bunjaminin me ata, vin ata të Jusufi a.s. dhe Allahu azza wa jall e përmend ardhin e tyre dhe përmend se si ka filluar muhabeti me ata. Thot walamma dakhalu ala Yusufa awa ila akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Thot dhe ata kur erdhën te Jusufi, vllazët e Jusufit së bashku me Bunjaminin. Jusufi a.s. është afru Bunjaminit kështu afër dhe i ka thonë, o Bunjamin, unë jam vllai jot Jusufi. Unë jam vllai jot Jusufi, i ka thënë më sheft. Që t'ja bëj me dije Bunjaminit se që të mos e trishtoje. Se Jusufi a.s. pa të bo plan që me ndalë Bunjaminin, atim vetë vudalën me dan e keqja, ata të pendon të Allah zë gjele dhe të boj bashkë familjen. E ki që mos trishtohet Bunjamini kur të ndale, shqyqoni, këtë e ban për të mirën e Bunjaminit dhe të familjes, i a ban me dije Bunjaminit para prakisht. Do të thot, kur ban të ndë një plan, i cili ka mundësi me dalë pi kontrole, i cili ka mundësi mu këtë shkuptu, edhe pse është për të mirën e ati, për të mirën e të tjetrit, dush mi kallëzu dikujt para prakisht, që me dalë ma beti pi kontrole, me pas kush me dështu, kush me dëshmu për ti se plonja e ko një hajrit dhe i mirë. Se njerëzit e shojnë keq. Edhe shqyqoni se si ndodhë. Jusufi a.s. masi atimve vajep malin, te mali atimve, do t'i mshem ma shkurt, te mali atimve, te bereqetit e cilën vadha, qka e shtini, atë tasin nga i cilë tas, pike u Jusufi a.s. apo pijet që i kam pas në zaman. E shtini ta ata. Më shef pa i dit ata, i tha një ushtarit vet, sa kur ta bëjnë matjen e grunit millit që ka kam pas, thot mrejnda në thas, ta shtini edhe këtë ejnën me cilën në piuj, a ma mu zvëshofin. Ashtu edhe banën ata. Edhe ato nisën, Jusufi a.s.
e lëshoj fletarestin, lëshoj ushtarët e vet që t'i lipin njerëzit të cilët njerëz e kanë vedh tasin e Jusufit alayhis salam. Bunjamini me ato ishte. Edhe kur ja nisën me lip në përthas, të një thes e gjetën çka tasin e Jusufit alayhis salam me të cilën pike ujë. Edhe i than, vjedhsi duhet mundënu dhe mundëshku. Edhe ata e morën kanë Bunjaminin. Bunjamini e dike. E dike se ku ka me mbaru muhabeti. E marrin Bunjaminin, edhe thutë që e marrin me vete edhe vllajën më të madh të Jusufit. Amaj se ka ditë. Amaj nuk e ka ditë. Derisa ata mbledhen, vinë e lutin Jusufin alayhis salam, i thënë mere kanë du shpineve këtë lëshoja, vetëm e vetëm Bunjaminin lënë të lirë, se i kina dhonë fjallë babës, se Bunjaminin kina me këthi prapë. Ja, qka do të Jusufi alayhis salam? Tasi u gjetë të thast, të cilët thasi i majke Bunjamini, edhe Bunjamini e marrë me vete. S'ka mundësina me gjetë tasin të Bunjamini e me burgorës tjetrin, nuk shkon kjo kështu. E marrë me atë të cilën e ka bo gabimin. E marrë me atë të cilën e ka bo gabimin. Kush e din si vazhdon tregimin ato? Mas kësaj. Kush e din? Që ja api një këmish që Jusufit alayhis salam, në që një Jakubit alayhis salam. Edhe kur hinë ato të ka Jakubi alayhis salam, aje thot e ndi se era Jusuf për një. Jusufi alayhis salam i ndalë këta, edhe atimve ushtarëve të vetë vaep këmishën e vetë, këtu kemi urtësi. Kemi urtësi për muslimant, po kemi urtësi edhe për islamofobat. Për ata që islamin e shofin horar, trishton për islamit. Islamofoba shqipfalës. Jusufi alayhis salam njënit për ushtarëve të vetë, thot merrni që këtë këmishën teme, t'ja qeni filan plakit, babës vetë, Jakubit alayhis salam, i cili jetoj kënë shkretir. Këto i ndali këto, tjertë i lëshoj, ama njënit për ushtarëve të vetë ja dha këmishën e vetë, apo për poshtarëve, postjerëve të cilët i ka pas Jusufi alayhis salam. E thot shkojni dhe gjunja një ftyrë, ati plakit këtë këmishën. Kur këmishën e Jusufit alayhis salam e afrejnë ati, thot inni le ejidu riha Jusuf, laula an tufannidun. Ka dhe unë jam të një erën e Jusufit, laula an tufannidun, sikur shtash ju, mos të më akuzoni se jam plak edhe më kanë lujt mend. Edhe këtë ka thonë edhe Jakubi alayhis salam. Pse kje ka prit që mi thonë Jakubit, inneke lefi dhalalikel qadim, që me thonë me të vërtet të jo bab, dhe thotë e ki hup menën, sikur se për para kër e hup e menën të Jusufi, e ki ngrati qka e ka thonë unë e kum një, jam të një erën e Jusufit. Dhe i thotë, a nuk u kam thonë në qishtë e Jusufi, se unë di gjona të cilët ju nuk i kini ditë. Unë di gjona të cilët ju nuk i dini. E thojmë të komentatorët Kur'anit, thonë se Jakubi alayhis salam tanë kohë se ka ditë se Jusufi është gjallë. Tanë kohën e ka ditë se Jusufi është gjallë. Disa bile kanë thonën se bile ka ditë ku është, shka është. Ja ka mundësu Allah azza wa jall. Ama qka që t'i bojë tërbije vlatë tjerë, se ka qenë muhabeti. Edhe kur marin këmishën, ja gjujnë ftyrë Jakubit alayhis salam, Allah azza wa jall thot fartat da basira. Thot Jakubit i kthehet e pamja. Pse i kthehet e pamja? Pse i kthehet e pamja? Çka kishte ajo këmish? Këmisha ka pas erën e Jusufit alayhis salam, ka pas djerës të Jusufit alayhis salam, ka pas edhe pamuk.
Edhe një dietar, një shkencëtar egjiptian ka bo studim, e ka pa se njëri prej ilaçeve për ata që kanë smundje të syve është me djers dhe me pamuk dhe me erë. Po, ka gjetë ilaç, ka bo ilaç për ata që nuk shohin, një lloj, një diagnozë e mos pamjes, shërohet dhe mjekot, në zot me pamuk, me djers dhe me erë të njerit. Edhe këtë urtësi ka nxjerr nga ky ajet kuranor i cili është në suret Yusuf. Mas gjithë kësaj, ata do të pendon, përmend Allahu Azza wa Jall. Edhe Jakubi alayhis salam thot bëni istikfar te Allahu Azza wa Jall, edhe unë do të bëj istikfar për juve, dhe Allahu do t'ia falë, se unë di se Allahu va fal. Dhe e gjithë familja e Jakubit zbashku me nonën e Jakub, me nonën e Jusufit alayhis salam, me djemtë e vet shkojnë dhe vendosin në Egjipt të Jusufi alayhis salam dhe vazhdojnë me jetu si një familje besimtare e bindur në Allahun Azza wa Jall, si një familje bashk. Dhe Jusufi alayhis salam gjithë dhe vllazën e vet va fal, nuk i burgos vllazënit. Va fal vllazën e vet, edhe jetojnë si një familje lumtur, për të mos të zgjatën më shumë. Nesër do të thotë siç lajmërova, kemi mysafir hoxhën e nderuar Lokman Efendin. Lusë Allahun Azza wa Jall që shpërblemet mirat e tij pa numërta për sabrin dhe durimin, për atë që keni zbukuru këtë mezhlis, ku dhe lusë Allahun Azza wa Jall që mos na dobësohen ambicet, shtash është fundi i Ramazanit, mos na ban shejtani vezvese me na thon u lodhët, u bë tepër që 20 ditë, për të vazhdojmë ashtu si kemi nis, kadar do të thotë të dalim në fund, ashtu si kemi nis me derse, me nasiate, me namaz dhe kështu me radhë. Allah koftarazi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah razia dhe një. Amin. Allah shpëleft.